Çush ka thonë pejgamberi në hadithin e një orë që transmeton Tirmidhiu, ku Yahya alayhi salam i ka marrë 5 porosi nga Allahu i Madhnuar që t'ia barë popullit vet. Yahya nga Beni Israilit, së bashku me Isën alayhi salatu wasalam. Porosia pasla ka qenë: Inna Allaha amarakum an ta'budu wa la tushriku bihi shay'a. Qal Allahu ju ka urdhëruar që ta adhuroni dhe mos të bëni shirk. Tash kalojmë tek arsyeshmëria. Që kjo është kërkesa, kjo është arsyeshmëria. Konse shembulli i tij që adhuron dikë pas Allahut. Është sigurisht shembulli i dikujt që ka marrë një argat, i ka thonë, që kjo është tokë jam, që kjo është borxh jam, që paga, që meditja, që ushqimi, ç'të punon. Ai ka shtu komplet benefitet që ka dhënë kë, në fund ka thonë punet e këshia. Shikoj sa bukur ka thonë në hadith: Ejukum yerda. Kush për ju është i kënaqur me këtë? Leti Zoti ti ai kënaq. Jo lëshim. Pse pra? Ai duhet të them që Islami është shumë i qartë. Jeta domon e muslimanëve jetë me vërtet shumë jetë e qetë. Nuk ka betejë të ndryshme besimtari. A mirë, nuk ka mirë, a duhet çysh më dal? Jo. Veç pasa edhe do të jesh me vërtet në qartësi edhe në qetësi e lumturi.